Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Nis zyrtarisht fushata elektorale, Partia Demokratike mba mitingun hapës në sheshin Nën Tereza, socialistët mblidhen të shtunën në sheshin Skënderbej. Misioni Odir zhvillon një takim me drejtuesit e SPAK në ditën e hapjes zyrtare të fushatës zgjedhore, mbështetje e plot për hetimin e krimit elektoral. Sot mbrëmja e 4 e spektaklit Firma VIP në ekranin e Vision Plus, nisin tensionet dhe flirtimet mes konkurrentëve. Vijojmë të ndjekim gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Partia Demokratike ka çelur zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen pas një muaji. Nga sheshi Nën Tereza, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e udhëhequr nga Partia Demokratike, ka nisur zyrtarisht mitingun e parë të fushatës. Partia Demokratike dhe koalicioni drejtuar prej saj kanë hapur zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Takimi, i cili ka nisur që prej orës 19, po zhvillohet në sheshin Nën Tereza në Tiranë. Lideri i opozitës Sali Berisha ka fjalën kryesore dhe do të shpalos pikat kryesore ku do të mbështetet fushata e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Pjesë e mitingut hapës të fushatës është edhe strategu amerikan Chris Lasivita, i cili ka fjalën përshëndetëse në krah të kryedemokratit Berisha. Ditën e shtunë, pritet që Berisha të paraqesë edhe programin qeverisës nëse do të rikthehet në pushtet pas zgjedhjeve. Kryesocialisti Edi Rama e ka konceptuar ndryshe nisjen e fushatës, duke zhvilluar pas ditën e kësaj të premte një takim me gratë brenda teatrit, të operas dhe baletit. Ndërsa mitingun e çeljes së fushatës, Partia Socialiste do ta mbajë mesditën e të shtunës në sheshin Skënderbej. Në ditën e rënies së gongut të fushatës zyrtare zgjedhore, nuk mund ta nisnim këtë etapë të fundit drejt finishit të 11 majit, përveç se këtu, përveç se kështu, me gratë dhe vajzat, që duke e njohur nga brenda organizimin e Partisë Socialiste, mendoj se meritojnë të quhen me plot gojen komandot e armatës tonë fitimtare në të gjitha qarqet e vendit. Në mëngjesin e 12 majit, Shqipëria do të gëdhijet e gjitha e mbuluar me rozë, që është ngjyra e grave dhe vajzave, por që është edhe ngjyra e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Totali i grave dhe i vajzave në familjen tonë të madhe është rritur, edhe pse ende jo plotësisht mjaftueshëm, sipas meje, por jo pak, nga më pak se 15% në thuajse 40%. Kemi sot 38.427 antare, aq më tepër në kushtet kur Këneta ja gëlltiti Kavajës mu në thellësitë e zorrëve të veta, fituesin e primareve të gjithë Tiranës. Tani mos do e trokisni se është gjunafa i shkreti. Se ai besoi ke primaret edhe përfundoi duke u bluar në zorrët e Knetës, që i la me të dy gishtat ngoj demokratët e sinqert Kavajs, ndërsa ne i kemi dhënë atij qyteti 2 deputete. Arsyeja pse ne jemi të pathyeshëm dhe garancia më e madhe e Partisë Socialiste në çdo përballje zgjedhore, jeni dhe bëheni gjithmonë më shumë ju. Ditën e çeljes së fushatës zgjedhore, misioni OSB Odir tregoi mbështetjen për SPAK duke vizituar ambientet e këtij organi. Fillimisht kreu i misionit, ambasadori Laumberto Zanier, zhvilloi një takim në prokurorinë e përgjithshme me drejtuesin Olsian Çela. Disa ditë më parë, OSB-u dhuroi SPAK-ut pajisje kompjuterike që do të përdoren nga task forca e posaçme. Grupet në terren do të mbulojnë të 12 qarqet e Shqipërisë dhe do të përbëhen nga prokurorët e SPAK-ut, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, agjentët financiar dhe personel mbështetës.
Ndër argumentet e paraqitura në seancën gjyqësore ndaj tij, Fatmir Mediu veçoi faktin se roli i tij në ngjarjen e Gërdecit ishte vetëm politik. Ish-ministri i Mbrojtjes hodhi poshtë pretendimet e akuzës që e lidhin atë me shpërthimin tragjik. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, i pandehur për tragjedinë e Gërdecit, paraqiti para gjykatës së posaçme kundërshtitë e tij mbi përgjigjet e ekspertëve për akt ekspertimin tekniko-ushtarak. Sërish, ai mohoi të ketë lidhje me shpërthimin ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë, duke vënë në dukje se përgjegjësia e tij ka qenë vetëm politike. Mediu thotë se seanca e sotme nuk është rastësore që përkon me nisjen e fushatës elektorale. Tashi vetëm në Shqipëri nuk ka rastësi, do ishim pak naiv të qonim që ka rastësi në Shqipëri. Shpërdorim detyrës në rastin tim ka të bëjë me faktin që të mos respektimit ligjeve apo akte ligjore të barazblefshme me ligjin. Edhe akte ligjore për ministrin janë kushtetuta, marrëveshje ndërkombëtare, mendimi i Këshillit të Ministrave dhe ligjet apo VKM-t. Kurse nëse duhet thuhet që do në akte ligjore për zbatuar ministri janë rregulloret e forcat armatosura, nuk jemi në një demokraci kushtetuese apo në një funksionim drejtësi sipas konceptit ligjit dhe kodit procedurës. Brenda seancës, ai tha se sipas ligjit për buxhetin, fondet e donatorëve për demontim konsiderohen si pjesë e buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes, qoftë grante, qoftë kredi. Në çdo rast tjetër, transporti është bërë nga forcat e armatosura. Në këtë proces, ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu akuzohet për shpërdorim të dyfisht të detyrës, sipas kodit penal dhe atij ushtarak. Procesi ka nisur me inicimin e familjes Durda, që humbi nga shpërthimi djalin 8 vjeçar, Edison Durda. Seanca e kësaj të premte zgjati 3 orë. Kamerat e sigurisë fiksuan lëvizjet e autorit të plagosjes mes 8 e 9 prillit në Tiranë. 32 vjeçari i qelloi me armë personin me të cilin u konfliktua për një vend parkimi dhe më pas ndroi makinën për të humbur gjurmët. Menjëherë pas plagosjes me armë zjarri në Tiranë 2 ditë më parë, autori i dyshuar Franci Canaj është nisur drejt banesës së tij. Në këto pamje duket 32 vjeçari i cili lë makinën e tij taksi dhe më pas largohet me një mjet tjetër të parkuar në garazhin e banesës. Për hetuesit këto veprime, ai ka kryer në mënyrë që të humb gjurmët dhe të arratiset. Veprimet i riu i kreu fill pas konflikti që kishte me Gerald Hoxhën. Sipas policisë, Franci Canaj u konfliktua me Hoxhën për një vend parkimi dhe konflikti degradoi deri në përdorimin e armës së zjarrit. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 9 prillit pranë urgjencës së re të QSU-s. 29 vjeçari u dërgua në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vitin 2016, autori i dyshuar Franci Canaj ka qenë më parë i arrestuar në Itali, i cili u akuzua për trafik droge dhe shfrytëzim prostitucioni. Një aksident i rënd ndodhi mëngjesin e kësaj të premteje në aksin rrugor Berat Dimal në afërsi të urës së Moravës, ku si pasoj ndëroi jetë një 51 vjeçar. Rreth orës 7 të mëngjesit, automjeti Eduard Ismailit u përplas me një makinë tjetër. Përplasja ka qenë e fortë dhe mjeti drejtuar nga Ismaili është shkatëruar totalisht, duke bërë që të kërkohet ndërhyrja e forcave zjarfikse për të nxjerrë të aksidentuarin. Eduard Ismaili është transportuar menjëherë drejt spitalit të Beratit për trajtim mjekësor. Nga muaj tjetër, energjia elektrike në Kosovë do të shtrenjtohet. Rritja e çmimit është pritur me protesta nga qytetarët e po ashtu ka lënë të pakënaqur edhe bizneset. Nga 1 maj, qytetarët e Kosovës do ta paguajnë 16% më shtrenjtë energjinë elektrike. Vendimi u miratua këtë të premte nga rregullatori i energjisë pas kërkesës së 3 operatorëve energjetik në vend. I kemi 4 shkaktorë që kanë ndiku në rritjen e kostit shërbimit, domethënë janë ndryshimet në kostet e blerjeve të energjisë elektrike nga furnizuesi me shërbim universal, ndryshimet në kostet e blerjes të energjisë nga operatori i sistemit të shpërndarjes, parashikimi i çmimeve të energjisë nga i porti për vitin 2025 dhe parashikimit për kostet e shërbimeve ndihmëse për operatorin e sistemit të transmetimit. Do duhet ta theksojmë se në vlerësimet për vitin 2025 është parashikuar edhe import, duke ditë edhe duke pas parasysh që njësitë gjeneruese janë në planifikim të mirëmbajtjes. Bordi vendosi për rritjen e çmimit të energjisë pavarësisht kundërshtimit nga ana e presidencës apo kërkesës së qeverisë për mosrritje të çmimit për konsumatorët që shpenzojnë më pak se 800 kW në muaj. Vendimi u prit nga qytetarët me një protestë e cila nisi në mesditë në sheshin Zahir Pajazidi në Prishtinë dhe vazhdoi te zyra e rregullatorit të energjisë.
Organizatorët paralajmëruan se do të dorëzojnë edhe një padi ndaj këtij vendimi më 14 prill në gjykatën themelore në Prishtinë. Bizneset gjithashtu janë shprehur të pakënaqur për rritjen. Ferma e VIP-ave rezervon një tjetër mbrëmje spektakolare me dinamika të shumta. Tensionet mes konkurrentëve kanë filluar të ndihen, ndërsa nuk mungojnë edhe flirtimet. Spektakli të premtes në ekranin e Vision Plus do të jetë i mbushur me surpriza. Ferma e VIP-ave ka rrëmbyer vëmendjen maksimale edhe gjatë kësaj jave, ndërsa 17 fermerët kanë dhënë një shembull bashkëtese dhe harmonie me njëri tjetrin. Me njëherë pas marrjes së titullit kryefermeri i javës, Andueli ka nisur ndarjen e punëve. Pra do të mendohet ushqimet që janë. Energjia pozitive nuk ka munguar që në nisje të ditës, moment ky që përkon më së shumti edhe me fillimin e punëve të fermës. Dy fermerët e rinj që u bën pjesë e lojës mbrëmjen e së hënës, Daniela Shima dhe Gani Gërmia, kanë marrë kohën e tyre për të njohur fermën si dhe përgjegjësitë që u takojnë. Mund të ishim pritë edhe më mirë. Por hyrja e tyre ka trezuar ujrat dhe ka vënë në lëvizje të gjithë konkurrentët. Ore ka lojra vetëm me kohë. Nuk e bëm me shpirt këtë, me zemër. Alba duket se sërish ka zgjedhur të rebelohet, duke nxitur debate të forta me fermerët e tjerë. Ky e fundit, po ashtu gjatë këtyre 2 ditëve ka krijuar një raport shumë të afërt me Limin. Marrëdhënie kjo që duket se po krijon përçarje mes Limit dhe Ester. Nga ana tjetër, aleancat e para kanë nisur. Mendimi është edhe imi. Dhe jemi together. Gjatë këtyre ditëve nuk kanë munguar sfidat e vendosura nga Agai. Ju s'po lodheni fare, një shtrirë aty, ha mucho, pi mucho me lek të Agajt. Kryeplak Albano ka qenë i pranishëm në fermën VIP, duke udhëzuar dhe aktivizuar secilin prej fermerëve për sfidën e radhës, që mbi të gjitha kishte të bënte me shpejtësinë dhe shkathësinë. E keni absolutisht të ndaluar të futeni të shtëpia e fakirit. Sfidë kjo që sigurisht për humbësit pati pasoja. Big Mama, Alba, Erandi dhe Elinara si humbës të sfidës u desh të dënoheshin si fakir e të shërbenin fermerëve të tjerë. Fermerë dhe si më dënojnë mua dhe. Në ferm kanë gjetur vend edhe debate të tjera, disa të qartësuara tashmë e të tjerat ende jo. Ekuilibri i lojës është tronditur pas eliminimit të parë duke shkaktuar dinamika që do të jenë në vëmendje gjatë spektaklit që nisonte në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe 24 orë në 2 kanalet e dedikuara të platformës stream, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.